Të dashur miq, mirëmbrëma, siç e kemi njoftuar gjatë javës, fillojmë me emisionin e parë jashtë kornizës. Pra, ndryshe nga formati që më keni parë deri tani me Crossfire, me mikun tim Ibrahim Bajrami, siç e kemi njoftuar, ne do të jemi në një emision të veçantë jashtë kornizës. Dhe është nder për ne që në emisionin e parë të kemi eurodeputetin Fredi Beleri. Mirë se erdhët në studio zoti Beleri. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ishte gjithë e imja. Doja të ktheja vizitën se ishte emisioni i parë që më hap derën kur isha kandidat për Bashkinë e Marrës dhe ishte një emision që më solli fat. Jemi live, nuk i ndajmë live-it, nuk na pëlqejnë emisionet e regjistruara dhe në këtë emision nuk na pëlqejnë rregullat. Prandaj e kemi titulluar Jashtë kornizës, exo ato plesio, nëse do ta doni shpjeg greqisht, ektos plesio, apo në anglisht out of the box. Pra, sot në të emision të parë Bruxelin në studio, nëpërmjet Fredi Belerit, por Fredi Beleri do të bëjë vlerësime për Bruxelin, për Evropën, jo si eurodeputet. Do donim që Fredi Beleri të fliste për Evropën, të fliste për Bruxelin nga syri i një qytetari të Evropës, kudo që jeton ai, qoftë në zemër të Evropës, qoftë diku në periferi, në Rumani, Bullgari apo Greqi. Si e shikon Fredi Beleri si qytetar Bruxelit? Parlamenti Evropian që kam nderin të përfaqësoj publikin e 45.000 votues është tembull i demokracisë në Evropë, është atje që merren vendimet jo vetëm për shtetet anëtare të BE-s, por edhe për 10 shtete të tjera që janë në prag dhe gati për të hyrë në BE. Përfshi dhe Shqipërinë. Përfshi dhe Shqipërinë. Legjislacioni që diskutohet dhe vendoset në Parlamentin Evropian është legjislacioni që përcakton të ardhmen e popujve të Evropës, qofshin ato anëtare të BE sot, edhe ato që aspirojnë dhe duan të futen në BE. Ka njerëz që dyshojnë se do të ketë Europë në të ardhmen, në 10 vjeçar ose maksimum 20 vjeçar. Ka dyshues. Kanë të drejtë? Mendoni se kanë të drejtë apo vërtet sot Europa po kalon një fazë e cila ka filluar të tronditi atë bazamentin që vendet evropiane krijuan kur u mblodhen bashk për të bërë një përpjekje të përbashkët zhvillimi të koordinuar të kontinentit plak. Nga fillesat e Bashkimit Evropian kishte ata që quajmë euroskeptik, ata që besojnë që Europa nuk do të arrijë. Por mos të iluzionin që ka arritur 70 vjet të paktën në kontinentin tonë, është iluzioni i cili në nivelet e demokracisë, në thellësinë e demokracisë dhe gjërësinë, është para nga të gjitha kontinentet e tjera, është edhe institucioni që ka një sër probleme që duhen zgjidhur. Gjithë gjendja dhe situata në glob, mund të themi, ka ndryshuar. Shumë gjëra po lëvizin shumë shpejt. Evropa është një burokraci që vete avash me këmbë në tokë dhe avash. Kjo duhet të ndryshojë. Tërmeti Trump besoj se ndihmoi dhe zgjoi Evropën për të bërë ato hapa që duhet të bëjë, që të kemi një federalizëm dhe një Evropë të bashkuar e cila do garantojë mirëqendjen, paqen edhe begatimin ka siguruar për qytetarët e vet gjithë këto dekada që funksionon. Trump erdhi në pushtet për herë të dytë me parullën, me sloganin Make America Great Again. Ju në Europë, ju në strukturat, në institucionet përfaqësuese të Europës, keni filluar të mendoni përkundër përgjigjen se si duhet ta bëjmë Europën po aq të madhe, po aq të fuqishme, po aq rezistente, po aq reaguese ndaj zhvillimeve globale në fushën e gjeopolitikës, sepse mos të harrojmë se Trump duket që me politikat e veta po i përgjigjet ngritjes së disa fuqive të reja, përveç Rusisë, edhe të Kinës, edhe Indisë, edhe disa vendeve të tjera, të cilat kanë dhe avantazhin e popullsisë më të madhe të botës. Disavantazhi i BE-s është që nuk flet akoma me një zë. Kjo mund të jetë disavantazh, mund të bëhet avantazh nëse gjitha këto mendime i koncentrojmë në një dhe nxjerr me një dhe dalim me një vendim të bashkët. Besoj në këtë fazë gjendet Evropa, duke rishikuar strategjinë dhe mënyrën se si vendimarrjet e saj do jenë të shpejta, të sakta dhe vendimtare.
Besoj se Evropa nuk mund të prishë dhe nuk duhet të prishë marrëdhëniet e saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk duhet të shikojmë si kur zoti Trump ka vënë përballë Evropën. Zoti Trump ka vënë në fillim interesat e Amerikës. Këtë bën dhe Evropa për shumë vite. Besoj se kryeministri Tusk i Polonisë, për sa përket mbrojtjes së Evropës, ta gjën më të saktë për mua vitet e fundit. 450 milion evropian kërkojnë nga 350 milion amerikan të na mbrojnë nga 250 milion rus. Pra Evropa është kaq e madhe, kaq e fortë, ka kaq mirëqenie dhe ka kaq të ardhura sa mund të organizohet për vetëmbrojtjen dhe për politika që duhet të jenë ashtu që janë demokratike, po të jenë politika që do bëhen nga faktorin ndërkombëtar, nga faktorët jashtë Evropës, duhet të janë të respektueshme dhe të qëndrueshme. Pra Evropa fatkeqësisht vitet e fundit ishte bërë bishti i politikës amerikane. Duket se si përfaqësues në Parlamentin Evropian, tema më e diskutueshme sot në Evropë dhe besoj që ju ka përfshirë, është çështja e mbrojtjes. Sigurisht. Po nga syri i qytetarit evropian, kudo që ai ndodhet, në çdo qytet, në çdo rajon evropian, mendoni se ky është shqetësimi i ditës i një qytetari evropian, mbrojtja apo zhvillimi ekonomik dhe sfidat e reja që ofron zhvillimi i shpejtë i teknologjisë, ndryshimi i tregjeve mbarbotrore etj. Është e vërtetë që për popullin e thjesht, mirëqenia, arsimi më i mirë, shëndeti më i mirë, siguria e qytetarit është në një nivel më lartë se sa geopolitika dhe mbrojtja. Po siç e pam në çështjen e Ukrainës dhe Rusisë, çdo shtet duhet të jetë gati për të mbrojtur dhe si Evropë mund të bëjmë një mbrojtje më efikase dhe më të qëndrueshme nëse jemi të gjithë bashkë, sepse do duk një ideolipsit sa e deshen me realitetin, gjithmonë fiton realitet. Kemi një realitet të ri që duhet Evropa të bëhet gati dhe të dalë përballë. E kuptoj që Fredi Beleri si eurodeputet është koshient për realitetin europian. Dua që Fredi Belerin nga Parlamenti Europian ta sjell në himar, po ta sjell në fund, himar do ta lë në fund. Pra, ju e njihni mirë realitetin europian, por po nga jashtë si shtetas grek, sepse ju jeni herazit e shtetas grek. Si e vlerësoni situatën sotme në Greqi? Tashmë me syrin e dikujt që është në një pozicion tjetër dhe ka një këndvështrim tjetër të gjërave që ndodhin sot në Greqi. Shpesh në fjalimet e mia në Parlamentin Evropian them kolegëve që unë gjysmën e jetës që kam jetuar në një shtet jashtë Evropës, që është Shqipëria, dhe gjysmën e jetës time kam në një shtet brenda Evropës. Vetëm po të kesh këtë këndvështrim, shikoni se sa më mirë dhe sa shumë më mirë është brenda Evropës, edhe pse ka problematikat edhe gjërat që sapo thash. Greqia është një nga shtetet e para, është në BE që të rjetënjëshin, kanë kaluar 44 plot vjet, dhe ka shumë hapa për të bërë, për të përshëndetsuar demokracinë dhe për të arritur një shtet që janë ato që nisën BE. Po megjithatë nuk krahasohet me një shtet të Ballkanit dhe ka shumë qytetarë në Greqi që janë euroskeptik, kohët e fundit ka dhe parti edhe Djathtas edhe Majtas që mendojnë se problemi i tyre është Evropa, po nuk është ashtu. Evropa ka burokraci, Evropa vonon të marrë vendime, po besoj se vendimet e saj janë shumë mirë në anën e durë të historisë dhe shteti grek po të shikosh investimet, po të shikosh mbrojtjen, po të shikosh rolin e Greqisë geopolitik, vetëm e ka ndihmuar shteti grek. Greqia kaloi një fazë relativisht jo të shkurtër, për të mos thënë të gjatë recesioni, do të thënë uljeje. Mendoni se Greqia e ka marrë veten dhe tash ka hyrë në një fazë të re zhvillimi, fal masave të forta shtrënguese të imponuara kryesisht nga Gjermania, e mbaj mend ende ministrin Schäuble dhe ashpërsinë e tij ndaj Greqisë për sa i përket politikave ekonomike të ndjekura deri në atë kohë. Por edhe europianët e tjerë nuk kanë qenë kaq elastik, dhe ata të ashpër kanë qenë.
mendoni se kjo ashpërsi që europianët treguan ndaj Greqisë u dha një mësim të mirë në për politikanëve grek, por pastaj edhe qytetarëve grek që të mësohen se si duhet sillen si shtetas evropian, dhe a mendoni se tashmë ekonomia greke është futur në binarët e dur të zhvillimit? Kriza ekonomike në atë parë duhet të them që u kalua më kollaj sepse pikërisht Greqia ishte brenda zonës euro, jashtë do ishin gjërat më tragjike, dhe sigurisht që i këmoj edhe një pjesë të popullit grek të kuptoj që dhe të zhduk iluzionet se mund të prodhoj shteti 10 euro dhe të prish 12 duke vënd i paguajnë qytetarët evropianë. Ky iluzion ka mbaruar, shteti grek po bëhe me reforma në ekonomi, digitalizimin e shtetit, reforma të tjera që ka sjellë sot një nga shtetet evropiane me ngritjen më të madhe ekonomike. Për herë të parë nga historia e formimit të shtetit grek, sot Greqia del në tregje ndërkombëtare për të marrë borxhe me interesa më të vogla se Franca dhe të barabarta me Gjermani. Kjo ka të bëjë me reforma që mori shteti grek dhe nga këshillat evropianëve dhe dëshira e popullit grek për të kaluar nga një krizë ekonomike në zhvillim. Po gjithmonë populli grek, shumica popullit grek, jo gjithë populli, kuptoi që ekonomia e tregut, ekonomia e realitetit është vetëm ekonomi që mund të çojë para dhe nuk mund duke fshehur statistika që po bëjnë shtetet tjera që kandidate për të futur, gënjeshtra nuk mund kalojnë te familja jonë evropiane për shumë kohë. Ky është iluzioni që disa politikanë grek për shumë vite për të marrë votën në popullit grek kultivonin të votuesit e tyre, kjo kryen një bumerang dhe gënjeshtra tani ka mbaruar se cili duhet të marrë vendimet sa do të dëmshme të jenë e sakta, ekonomia të jetë e qëndrueshme, të jetë një ekonomi e cila do krijojë merkine për gjithë popullin. Do bëj një pauzë të shkurtër për reklamat dhe pastaj do qëtojmë prapë në Greqi sepse dua që pjesë të bisedës të bëjmë dhe shtetasit shqiptar, por edhe minoritar, të cilët janë pjesë e diasporës, le të themi, në Greqi, për gjithë në tyre integrimin dhe nëse ndonjëherë do të mendojmë që këto familje, këta individ të reintegrohen në shtetin am që është Shqipëria. Reklama. Imagjinoni një botë ku secili prej jush ka përkujdesjen mjekësore më të mirë. Jemi me ju që në hapat e parë. Ju qëndrojmë pranë me profesionalizëm dhe përkushtim. Aplikojmë idet dhe teknologjitë më të avancuara për t'ju ofruar një trajtim të saktë dhe të personalizuar, sepse secili prej jush është unik.
Ky është premtimi ynë. Të kujdesemi për këtë brez dhe ata që do të vinë. Intermedica. Life needs care. Pasi kaluam disa momente në Bruksel me eurodeputetin Beleri, shkuam në Greqi dhe folëm për Greqin, zhvillimin e saj, situatën në Greqi pas periudhës së recesionit që kaloi rreth tashmë 15 vjet më parë, dhe thamë që do të ngelim në këtë pjesë të emisionit përsëri në Greqi për të folur për familje shqiptare, për individë shqiptarë të cilët kanë ndërtuar jetën në Greqi dhe janë shumë vite, janë 30 vjet. Madje do të thosha, dhe më pëlqen shpesh të referohem atyre, të cilët pasi krijuan një ekonomi në Shqipëri. Dhe në vitet e para të emigracionit, shumica e shqiptarëve, po dhe minoritarëve të cilët shkuan në Greqi, një këmbë e kishin në Shqipëri dhe konstruktuan ndërtesat e vjetra të shtëpitë e tyre, investuan. Dhe pas 97, me goditjet që mori Shqipëria me 97-ën, filluan të mendojnë dhe për të investuar në Greqi. Dhe shumë prej tyre kanë krijuar ose kanë blerë prona dhe kanë ndërtuar familje, kanë ndërtuar shtëpi, patjetër që kanë shkolluar fëmijë dhe i kanë integruar në shtetin grek, por në kohën e recesionit ndodhi tjetra, që shumë prej tyre të cilët kishin mundësi, sepse atë pasaport që kryeministri Rama pretendon të japë shqiptarëve deri në vitin 2030, shumica e shqiptarëve e kishin sepse qoftë duke u naturalizuar ose qoftë duke përfituar për shkak të origjinës, kartën e identitetit dhe pasaportën për lëvizur në të gjithë botën, lëvizën dhe shumë prej tyre tashmë në vende goxha të zhvilluara të Europës, qoftë në vendet nordike, qoftë në Zvicër, qoftë në Austri, Gjermani, Francë dhe në UK, në Britaninë e Madhe, tashmë kanë investuar, po punojnë, janë integruar atje. Çfarë ndodh me këta shqiptar dhe grek të Shqipërisë? A ka mundësi, sepse flitet nga të gjitha palët, mbasi mund të jetë shqetësim edhe në Europë, nuk e di, këtë do të na thoni juve, për të reintegruar, a do të ketë ndonjëherë politika të Europës, qoftë tashmë Shqipëria nuk është ende pjesë e Bashkimit Evropian, por dhe kur të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, që këtu të derdhen, të kanalizohen fonde që dash Zoti mos të keq përdoren siç janë keq përdorur në shumë raste deri tani dhe prandaj ka pasur edhe sanksione nga Europa. Po i referohem ato që kishin bënin me bujqësinë dhe atë ndjekin që po bën Olaf, mos gabohem si institucion për të parë se ku kanë shkuar ato fonde. Pra a do të ketë skema të tilla financimi në Shqipëri, që këta qytetarë të reintegrohen në Shqipëri? A është e hapur Shqipëria t'i presi këta dhe a do të ndihmojë Evropa për të gjë? Doja të thashë që komuniteti i shqiptarëve që jeton jo vetëm në Greqi, por në gjithë BE-n, janë njerëz të integruar dhe njerëz që janë të respektuar në shoqëritë ku jetojnë. Kjo është e parë. E dytë, kjo tregon një gjë tjetër. Shqiptarët janë të aftë, punëtorë, edhe njerëz që mund të krijojnë edhe të zhvillojnë. Ne duhet të mendojmë pse kjo nuk do në Shqipëri. Po nuk do për shkak të politikës. Politika duhet të ndryshojë. Shqipëria është në qendër të Evropës, është një vend që prodhon nga të gjitha. Është një vend që nga 365 vitet e vitit
Rreth 300 janë. 300 janë me 2 koha normale. Në Shqipëri ka 10 ditë vape dhe 10 ditë shumë të ftohtë. Të gjitha prodhimet nuk bëhen, të gjitha industritë nuk zhvillohen. Jemi në qendër Evropës mund të bëjmë një qendër inovacioni dhe teknologjie. Po të bëjmë gjitha këto, sigurisht që të gjithë të rejnë vendlindja dhe mund të kthehen. Kjo është një bisedë e madhe që bëhet edhe në BE, sepse çdo ditë e re është një vend i ri, një hap i ri. Është grek të lështje o po gjithë që atje që shkel këmba atje është dhe ardeu. Pra shumë vështirë që njerëz çdo 20-30 vjet të zhvillojnë kur shumica e tyre nuk do kthehen, po unë doja të thosha një plan që kisha një madh. Një njeri, një shqiptar sot i del në BE 65 vjeç në pension, është ende i ri për të kthyer dhe me pensionin evropian. Është më mirë për gjithuar këtu se akoma është më lirë. Duke bërë një punë vogël, domethënë në vende turistike si Saranda, Imara, nëse ata kishin tokë natyre dhe zhvillonin bënin goma me qira një turizëm familjar, ata do të turojnë fëmijët e tyre për të ardhur te prindërit që janë ditë tani, pashë që janë kthyer, pashë në fshatra janë kthyer shumë njerëz. Nuk u bë lidhja, tani duke vetë domethënë pjesa e moshës 65 vjeç, tani shumë mund të thonë po 65 njeriu do të çlodhet. Jo, bëse është aktiv duke çuar 30 vjet e ça gjatësia, ka 15 vjet aktive çdo njeri për të punuar dhe këtu. Kjo do lidh Niprit, Mbesa dhe do kthehen dhe do kenë dashurinë për vendin edhe marrëdhënies me vendin, se vendi i bukur, vendi ka probleme, por gjithsesi bën apa, nuk bën apa aq shpejt sa do donin, por në politikë të gjitha ndryshojnë bashkërash. Do fillon ndryshon mendja e njeriu, pastaj politika. Shumë edhe. Pra ka një shpresë që Europa të ketë skema financimi, sepse unë i referohem për shembull kam eksperiencën e Greqisë veriore, që kam shëtitur, meqense jemi dhe afër, dhe padyshim shkëmbejmë dhe unë vazhdimisht kam qenë në favor të asaj teorisë së zonave të lira ekonomike në të dy krahët e kufirit, sepse në vitet 2000 ishte një politikë që nuk avancoi. Nuk avancoi dhe kupton mirë se nuk avancoi, sepse kur i lë hapësirë avancimit të politikave ekstreme nacionaliste në të dy anët e kufirit, natyrisht që nuk mund të avancojnë politika të tilla, të cilat krijojnë ato urët, më themi kurojnë urët, se urët e bashkëpunimit të bashkëjetesës ekzistojnë. Çështja është ti kurojmë, ti mirëmbajmë dhe pse jo t'u japim funksione dhe dimensione të reja. Dhe vjare në hotelet ku bujtnim, ose në restoranet ku bujtnim, kishte një tabel që thoshte që ky biznes është bashkëfinancuar nga skema për zonat kufitare, të zhvillimit të zonave kufitare të Greqisë nga Bashkimi Evropian. Pra, ai shikon si një mundësi që kjo të ndodhë në të ardhmen e afërt për të zhvilluar zona të cilat sinqerisht, duke jetuar në Shqipëri dhe për shkak të pozicionit që kanë pasur dhe kanë udhëtuar edhe në zonat e larta periferike, deri në Leshnic, deri në Rripës, apo në zonat e Zagoris, apo të Dropullit. Dhe shikon zonat e pazhvilluara, zona që i shikojmë ditë për ditë në telefon, në Facebook, sepse tashmë gjithçka bëhet në Facebook, kryetari i bashkisë punon me Facebook, qeveria punon me Facebook, në territor nuk shikojmë asgjë. Pa çfarë si ka, dua të them që shikon një shtresë betoni hidhet nga 5 metra midis një shtëpi dhe një shtëpi tjetër dhe është brohoritje, është do autokite sikur ç'është po ndodh. Ndërkohë që është e nevojshme që këto zona të lidhen si duhet me asfalt dhe jo vetëm të shkojë asfalti, por ajo që tham pak më përpara, të shkojë jeta, të rikthehen të larguarit, qoftë fillimisht periodikisht në rast festash apo pushimesh dhe më vonë me idenë për të investuar. Zoti Mano Evropa kur krijohet ishte me idenë lëvizje lirë e njerëzve, ideve dhe tregje. Kjo ndodh midis Shqipërisë dhe vendeve kufitare. Me Greqin ka ndodhur. Janina, nga Afja kufive pas viteve 90, ka jetëfishuar nivelin ekonomik. Gjirokastra ka jetëfishuar.
apo Saranda. Nise, me thënë të vërtetë, në krahasuar të paktën me zonën e Livadia Sarandës, Gjirokastra e ka zhvilluar më shumë, me thënë të vërtetën. Mbase nuk ju përgjigj reciprokisht zhvillimit dhe mendoj se edhe Gjirokastra fitoi diçka. Duke merr parasysh faktin që ende nuk është bërë autostrada nga krahu i Greqisë dhe këtë është bërë, që padyshim që i ka dhënë një hop në zhvillimin. Këtë për autostradën, unë në 91 kur emigrova në Greqi, nga i Mara në Athinë e bëja me autobus ishte 15 orë dhe me makinë 13 orë. Sot është 6 deri 7 orë për ditë normal. Në Greqi 10 orët janë bërë 5, kja botë i marë ishte 3 orë, është bërë 2 orë 3 qerekore. Pra, shikon se si po zhvillohet infrastruktura dhe ishte... Vetëm një qerekore kemi kursyer kohë kursejnë nga i marë në kja botë, edhe kemi kursyer 5 orë nga kja bota në ati. Duket se si po zhvillohet Evropa dhe se... Unë një nga komisionet i kam dherin të marrë pjesë është komisionin zhvillimit periferik. Tani po negociojmë paketë mbylluese 2027-2035. Dhe atje një nga iniciativat tona është të zhvillojmë periferik. Sepse mund të jetë ishulli i Kos ose ishulli i Mykonos në të njëjtën shtet me Janinën, por nuk mund të marrë asnjë iniciativë të përbashkët të zhvillimit. Janina, periferia e Firit, mund të marrë iniciativë të përbashkët për zhvilluar me Gjirokastër, Korfuzi me Sarandë. Kjo ka të bëjë edhe me ambientin dhe me peshkimin. Sado pastrim biologjik të bëj Korfuzi, nëse Saranda edhe vetjet. Në det është? I njëjti det do ndotet. Pra, duhet të marrim iniciativat të përbashkëta. Do hapen shumë fondi dhe Shqipëria duhet të bëjë gati të thithë këto fondi. Qa do politika dhe njerëz të bëjnë gati dosjet me integritet e do dhe këtë besueshmërinë se fondet do shkojnë destinacion e dur. Duke o hapur kapitull, duke vazhduar integrimi, shtohen dhe para. Problemi se si të përdore këto para. Për mua integrimi i Shqipërisë është një sfidë e madhe. Është një target, një objektiv kombëtar. Nuk mund të bëhet objekt fushat, nuk mund të tavesh, do të bërë faqe pasaporta ti tundesh në erë. Një kaq të madhe, kaq madhore. Që të rikthehemi te bizeta e parë për kthimin e migrantëve shqiptarë në Shqipëri. Ishte një zgjidhim i madh kur u kthyen nga kriza greke 12, kur kishin ikë shqiptarët nga mama e tyre në 91-shin, ikën me një nostalgji, se fajon e kishte komunizmi dhe se shteti mund të bëhet. Duke kthyer 12-15 në Shqipëri, duhet gjithë politikanë shqiptarë të mendojnë pse dashuran më shumë njerëzën. Ishte Greqia se sa shteti shqiptar. Politika shqiptare, ata emigrantë që u kthyen, i takoj unë në Tiranë taksista, gjithandej jam rritur në Pire, që mu desh mua që u ktheva, mora fëmijën në qafë. Takon tjetërin që bëri një lokal, mora fëmijën në qafë. Kjo është problemi. Njerit i kanë ardhur këtu, shumica atyre janë bindur. E di pse? Sepse unë, për shkak se kam qenë në disa pozicione që më jepnin informacion për këtë çështje, në 2013 unë ndryshua pushteti. Pra nga koalicioni Partisë Demokratike që dhe themi drejtori vendi për 2 mandate, erdhi Partia Socialiste me aleatët e vet dhe vazhdoi 3 mandate. Në mandatin e dytë Partisë Demokratike, për shkak të kësaj, u hartua një strategji për reintegrimin e bashkëadetarëve tanë, cilit edhe kryesisht për të Greqisë. Çuditërisht, kjo strategji u abandonua, u hop poshtë dhe nuk u ndërtua diçka e re. E njëjta gjë për të kaluar në një çështje tjetër që ka të bëjë me zhvillimin, nëse Banka Botërore harxhoi miliona dollar për të hartuar një plan të zhvillimit të integruar të BDT-s shqiptar, çuditërisht në vitin 2013, ky plan hidhet dhe ndërtohet një plan tjetër, i cili e nxori kokën në këto vitet e fundit me investitor strategjik. Duke me pa të drejtë, duke ndryshuar pronarët e vërtet të aseteve të kësaj treve, dhe jam i sigurt, kjo ka qenë dhe pjesë e betejës tuaj elektorale me sa dëgjonim për Himarën, dhe mbase dhe vazhdon edhe tashmë ky është qëtësimi i Himarës, por ne do vim, thashë, e lash për në fund të kthehemi në Himarë, sepse
jam i sigurt që do të kemi më shumë për të folur për Fredi Belerin si Mariot. Mos është momenti të kthehemi në Imar, të vim në Imar. Ta kalojmë kufirin. E kalojmë kufirin, ku do ta kalojmë? Në Kakavi apo në Qafbot? Në Qafbot është më. Pra në Qafbot, pra është gjë e mirë që Qafbota, një portë hyrëse e nevojshme, e cila u hap me një përpjekje të vazhdueshme të politikanëve shqiptar, por dhe një pjesë të politikanëve grek, sidomos të zonës së Thesprotis, në rivalitet të madh me Kakavin, të cilët banorët e Janinës, por edhe ata që drejtonin apo që përfaqësonin Janinën në parlamentin grek, këmbëngulin që mos hape asnjë portë tjetër, që Kakavia të ishte porta e hyrjes dhe daljes për në Greqi. E kemi tashmë hyrjen në Qafbot, por për fat e keq, meqense edhe jam me origjinë nga zona e Bashkisë së Sotme të Konispolit, dhe kam eksperiencën edhe të Bashkisë së Finiqit, nuk e shikojmë atë zhvillim që duhet të shikonim me hapjen e kësaj porte. Për shembull, është ende e pafalshme dhe mbase Fredi Beleri si eurodeputet mund të ndikojë edhe në këtë drejtim, është e pafalshme që Qafbota të hapet me orar të kufizuar, kur ndërkohë në 10 fushata të kohëve të fundit, përfaqësuesit, kandidatët, sidomos të Greqisë, por edhe këta që kanë kandiduar nga pjesa e Shqipërisë, kanë thënë se së shpejti do të bëhet me kohë të plotë, do të ketë mundësi të lëvizin në çdo orë të ditës, nuk po ndodh. Pra, nuk është vetëm kjo, se kjo është një gjë mbase shumë e vogël, kundrejt asaj të madhes që ne si qytetar duam të shkojmë dhe jam i sigurt që nuk duam ta shohim vetëm ne në pjesën e Shqipërisë, por edhe në pjesën e Thesprotis të Greqisë, jam i sigurt që duam ta shohim këtë zhvillim. Si mendoni? Për mua, unë do të them diçka që nuk e njoh. Pak ditë para se të më kërkonin isha njeriu që nguli këmbë dhe binda qeverinë greke, që tap linjën autobuzit dhe autobuza tani nga Mursia në Gdhajat mos vjen në Kakavi, po të ikën direkt në Qafbot. Është premtimi tani, është një premtim që besohet që do bëhet që nga maj punoj dogana greke 24 orë, kështu që mund të Pra, të dashur miq, kemi një lajm nga eurodeputeti Fredi Beleri që nga muaji maj, po shpresojmë që jo vetëm për sezon, në mënyrë të vazhdueshme, gjithvjetore, do të jetë e hapur në të gjitha orët e ditës 24 orë pika e kalimit kufitar e doganës së Qafbotës, Mavromati. Kjo do bëhet, por duhet të dini që ekonomia ka rregullat e vet tani. Qofse fluksi njerëzve që kalojnë në dimër, nuk do jetë aq i madh, mund të jetë 6 muaj. Tjetë po me 2. Është ky mendim tani, po kjo do duket se si do funksionoj duke u hapur pika kufitare. E hapën portën. BE-ja duhet të dini. Ajo që nuk bëhet në Shqipëri, nuk bëhet në Greqi tani, po bëhet është që të gjitha investimet, të gjitha paratë që duhet të kenë se si këto para do kthehen në interes të qytetarëve o do kthehen në taksa, nëpërmjet taksave prapë të qytetarëve të Greqisë që kanë këto para. Para në një trag, në një vrim që nuk mbyllet kurrë, nuk kanë për të hedhur. Në vrimën e zezë të korrupsionit. Në vrimën e zezë të korrupsionit, ndryshe ishte një politikan grek që tha një gjë që po mirë, më duket mua që Fredi Beleri, eurodeputet, nuk është ai Fredi Beleri me mentalitetin grek apo shqiptar, më duket se keni ndryshuar shumë, eksperiencë interesante e Brukselit. Është një vërtetë dhe shikuar. Nuk e më fal, njerëzit thotë ka humbur kile Fredi Beleri, po më duket se keni humbur edhe ca gjëra të tjera. Jeni zhveshur nga ca gjëra të tjera të mentalitet, apo jo? Është e vërtetë? E vërtetë është kjo që asnjë njeri nuk mund të arrangjojë para në korrupsion dhe në gropa të zeza, domethënë, dhe të gjitha projektet, sa do të mira që të jenë, në qoftë ato nuk kanë një impakt ekonomik për njerëzit, nuk mund të vazhdojnë. Dhe të jenë të qëndrueshme, sustainability i thonë në Evropë. Po, domethënë duhet të jetë e qëndrueshme, të jetë si turizmi, domethënë nga një rast që unë jam një njeri që nga zhvillimi i turizmit shqiptar kam përfituar sepse kam biznese që merren me turizmin në Imar, por jam i sigurt që ky model nuk mund të vazhdojë kurreshtarët që duan të vinë në Shqipëri do barojnë një herë. Është shumë e keqe që nuk rikthehen njerëzit që vinë një herë. Hapet një temë që mirë do të jetë ta diskutojmë këtë temë sepse është një temë e përditshme që po flitet
Sepse ju dini që shumica e qytetarëve të zonës Sarand, Himar dhe Vlorë, po edhe më tutje në Shqipëri, po flasim për zonën tonë, merren me ekonominë e turizmit. Edhe është shumë pozitive që, me thënë të vërtetën, është zgjatur edhe sezoni, pothuajse krahasohet me Korfuzin edhe me Greqinë, ka filluar që në prill fillon lëvizja e të huajve dhe shkon deri vonë afër fillimit të nëntorit. Ka tre probleme që edhe pse zhvillohet, ka një zhvillim real, ka një propagandë të madhe. Neve që vemi dhe hyjme dalim me letra greke llogaritim si turist vjetër. Realiteti tjetër është që nuk ka 1 euro investim të huaj në fushën e turizmit. Do me thënë, nëse ishte një zhvillim të ndryshëm, do vinë investitorët, se investorët çfarë bëjnë, nuk njohin kufi, dhe atë Patjetër. Pra asnjë investor i huaj, asnjë operator i madh turizmit nuk operon në Shqipëri, dhe kjo vjen për të dëshiruar. Infrastruktura që ecën si breshka, këto të treja mund të jenë edhe kjo që u thash, e katërta është që nuk rikthehen. Është shumë e ndryshme për të treguar se si do vijë turizmi, se sa turist kalojnë mirë dhe rikthehen. Dhe nga çfarë thon operatorët e turizmit kanë folur dhe kanë lexuar edhe në mediat shqiptare, që rikthehen shumë pak njerëz. Këto janë 4 kolona që duhet të shikojmë për një zhvillim të qëndrueshëm dhe turizmi nuk duhet të zhvillohet vetëm turizmi detar. Do ishte, imagjinoni sa më mirë do ishte për gjithë shoqërinë shqiptare. Balnear ose i Berdetit, domethënë i plazhit. Sa mirë do ishte që këta të konsumonin, këta turistë të konsumonin produkte bio. Shkatruar birtoria, shkatruar bujqësia, janë vjedhur fondet të cilat ishin destinuar për zhvillimin e bujqësisë. Që u bën vila dhe hotele në Palas. Po mirë, një pjesë e tyre do të të ngacmoj te kjo do të ngacmoj, se është shumë e rëndësishme dhe me thënë vërtetë nuk jeni i pari, unë e kam bërë dhe me të ftuar tjetër dhe do të vazhdoj ta bëj. Sepse sinqerisht është tronditse kjo që po ndodh. Pra, që fondet, qoftë të qeverisë shqiptare, të politikave që duhet të aplikojë qeveria shqiptare, qoftë të huaja, ndryshojnë destinacion, dakor? Dhe më shqetëson fakti që, dakor, qeveritarët, të cilët janë pjesë e përfituesve, besoj kjo është e qartë. E di edhe Bufi, po ai Bufi vërtetë, se përfiton shumë për Bufin këto kohë të fundit. Çfarë kanë dhe shpendet, po i ngaton dhe shpendet janë po ngaton dhe natyrën me këtë anormalitetin ton njerëzor. Pra, opozita nuk shikoj që të reagoj si duhet. Në shkuptim me kam lafin. Pra, ka gjithë të rezortet, të cilat ndërtohen me letër e errëta, me përfituste me background të errët. Dakor? Dhe nuk po shikojmë që të bëhet qoftë në retorikën politike, qoftë në aksionin politik të opozitarëve, kushdo qofshin ata, të bëjnë pjesë. Sepse këto vilet dhe këto rezortet kanë pronar apo jo? Sigurisht kanë pronar. Pra, dhe unë kam kuptuar që është e gabuar që një nga arsyet e goditës së Fredi Belerit ishte edhe kjo. Që të venden në Himar, të shkojnë në Himar. Unë besoj që arsyeja kryesore është pikërisht ky zhvillim edhe këtë përdorimi i ligjit për investor strategjik. Ligji për investor strategjik është një ligj i keq për mua. Po është një ligj. Me që në Europë, di gjikundi tjetër të ekzistojë ky model. Në gjithë Evropën për biznesmenët, për njerëzit që investojnë, ka lehtësira. Ka lehtësira me taktet, po jo në mënyrën që bëhet në Shqipëri. Në mënyrën që bëhet në Shqipëri që shteti të sekuestroj për llogarit pron private, për llogarit e një privati tjetër nuk do dhe është ndeshme të gjitha parimet e Evropës. Kjo do vetëm këtu. Po mirë, Fredi Beleri si eurodeputet, edhe të tjerë si Fredi Beleri, këto çështje i kanë raportuar në Bruksel? Mendoni se kanë një uri në Bruksel për të çështje? Fredi Beleri duhet të jeri në tekst presës së Higut, duke janë kaq ato që duhet të denoncojnë në Evropë, sa shumica shqiptare mendojnë që unë jam anti-shqiptar. E vërteta ama nuk është kjo. Po unë duhet të bëj një ekuilibër, sepse për mua, si që thash, sfidë e madhe integrimi i Shqipërisë. Unë do isha i lumtur po të ndihmoja në këtë integrim, se ndjej e shikoj se sa më mirë do jetë vendi im, do jetë Himara, do jetë Saranda, do jetë gjithë Shqipëria. Dhe këtë kam besim, e kam bindje. Duke ngritur zërin, duke ndezur projektorët për të parë këto padrejtësi,
Por evropianë janë shumë kaq të pabeshueshme që më bëjnë dëm, sepse ka një diskutim. Është mashtrim i madh i Zotit Rama të Partisë Socialiste që thonë do fusim Shqipërinë në be. Ka një dëshirë gjithë popullit shqiptar. Jemi me faktin në Shqipëri nuk ka asnjë parti anti-evropiane. As anti-amerikane. Kundrejt kësaj që ndodh në Evropë, në gjithë Evropën ka parti. Dhe në qoftë 2030 që Shqipëria do jetë gati sipas Zotit Rama, po 2010 bëri gjë, pse do i bëj për 4 vjet. Nuk ka ndonjë logjik të çon atje. Po e zëm sikur të gjitha e bën në rregull Shqipëria. Është një bizet që ka të bëjë me 27 shtetet e Evropës, si do jenë raportet e tyre brenda partive dhe si do jetë situata geopolitike. Duan zgjerim apo duan? Koalicioni i ri në Gjermani, një nga marrëveshjet me dy partive të Maçit dhe Djathës ishte do bëjemi kundër zgjerimit. Zoti Rama, këto politika si do illustroj? Duke patur me kesh Meloni 2010 duke parë shtëpi. Kemi demokraci në Itali, çdo 4 vjet. Nga vite në 10 deri tani, Italia ka ndryshuar për gjithë qeveri. Kemi ngelur me 2 veta, por shoj ta ndryshojmë dhe ne. Pra, është një bizet që është gjuna për këtë popull. Por me që fasim për nuk e arritur të kesh 24 euro ujë, 24 euro drita. Si do të bëj shoj që do mbushin mendje gjithë Evropës, 450 milion banor, që Shqipëria duhet të futë. Është një politikë që do vëshin ata. Nuk BE-ja është një bashkim interesash. Një kompani private sikur të ishte. Ai që ka 90% aksioneve ose 99% aksioneve, duhet të jetë interesin e atij që ka 99% aksioneve që të fush 1%. Tani situata geopolitike në Evropë cila është? Që Evropa do të bëj një zgjerim në perëndim në Ukrainë. Po nuk duhet të ngelet Ballkani perëndimor në një vrim, duhet të bëj zgjerim dhe në perëndim dhe në juglini që jemi në Ballkan perëndimor. Po nuk e shikoni me shqetësim këtë zgjerimin sot ju si eurodeputet të zgjerimin në perëndim drejt Ukrainës, nuk e shikoni me shqetësim për shkak të situatës që kur vjen një kulim duhet Evropa të zgjerohet në mënyrë edhe nga perëndimi, edhe nga në mënyrë harmonike. Ky është situata sot që jemi që gjithë Evropa të shetë duan të jerimin. Kjo nuk mund të jetë, mund të mos jetë ashtu, shpresoj të jetë. Po Shqipëria duhet të bëj reforma, do të thënë, në BE pa 24 orë drita e ujë nuk besoj se mund të jesh. Çfarë do bësh në Evropë? Isha dje në Vlorë, në Imar kam dy, sot në Sara, një të gërmat, gjithë qyteti, jemi ka filluar të sezoni. Ka filluar sezoni, se bashkët janë katolikët dhe ortodoksët. Janë bashkë dhe po, ka më shumë lëvizje. Janë sigurisht Irak, Bagdad. Nuk mund ta oligarkët, ta njerëz që i kanë pirë djak në Shqipërisë, këta ndërtuesit mund të punojnë në dimër pak më shumë. Ta bëjnë gati për BE. Pse ndodh kjo? Cili do vinë tani emigrantët për festa, do vinë për në BE. Nuk duhet të ngelen me një shpresë për të ardhur. Të zihen fëmijët me prindërit e tyre. Më tha një vajza një miku që dua 3 palë shapka të vete nga plazhi në shtëpi. I thash unë për ta tallur mos blej nga dyqanet kineze, bli shapka të mira. Bli shapka të mira. Problemi është që është një realitet. Me këtë realitet kush do merret? Bufi, Talavaja, Europa, pasaporta falsu, që më fshirë. Ajo që më shqetëson, sinqerisht, me që se kam qenë në politikën lokale, dhe më pëlqen politika. Politika lokale është ajo, ai që ditë më pëlqen politika, kur politika ushtrohet si zanat, jo me amator. Çdo them me këtë. Pra, dëgjojmë dhe hedhim dhe shpesh tani në Facebook që Zoti Rama në 2013 thoshte ne do të sigurojmë ujë 24 orë në çdo familje shqiptare dhe do të më kërkoni mua llogari nëse ky premtim nuk u mbajt. Pra, hidhet te këto ditë. Ndërkohë, më shqetëson fakti që në sloganin e Partisë Socialiste shkruhet Shqipëria në BE në 2030 me EDin dhe PS.
me edin dhe pësën. Pra, nuk më pëlqen, më tingëllon, më kërcet. Personalizimi i një çështje kaq madhore që është integrimi në Bashkimin Evropian. Dhe nuk e dini se ky individ do të marrë përgjegjësinë nëse kjo nuk ndodh, sepse kur e personalizon kaq shumë, duke vendosur deri në slogan, nuk e di, duhet të jesh i përgjegjshëm dhe të mbash përgjegjësi për atë gjë. Dhe në radhë të parë të raportosh nga 2013 deri tani ku kemi qenë, sepse këtu kemi qenë ne qytetarë shqiptarë, që kemi dëgjuar që u futëm, kaluam kaq kapituj, kaq kuadre ligjore, u shpërndan certifikata falënderimi mirënjohje diplomatëve, ambasadorëve të cilët kontribuan për një proces i cili nuk ka ecur. Zoti ju keni qenë politik, unë jam në politik, edhe zoti Rama. Edhe nga njerë në politik, duke iruar gjëra ose duke ilustruar, duke zbukuruar, është normal. Po të tallesh në këtë mënyrë, me sfidën më të madhe, me iniciativën më të madhe që ka të bëjë me të ardhmen e Shqipërisë dhe shqiptarëve, është gjuna. Nuk mund të luash me një target, me një synim kaq të madh dhe të tallesh me popullin shqiptar. Kjo është një tallje e hapur, se ai e ka shprehur, edhe e ka nxënë mikrofona duke thënë që duhet ta kmerrim ndaj Evropës, pra nuk është evropian. Evropa pikërisht është duhet të bashkëpunojnë të gjitha forcat politike në Shqipëri. Në fillim, të arrijmë të bindim si popull dhe si politik ndërkombëtare. Nuk është çështje personale. Shteti jam unë, shteti ligjin e shekullit 16. Partia shtet 45 vjet nuk na doli për mirë. Pse ti rikthehemi në asaj histori? Ç'është Evropa? Bashkëbizetim, bashkëvendosje, konsultim. Meqense Fredi Beleri jo vetëm që është shtetas evropian, siç jam dhe unë, po është dhe eurodeputet dhe ka kontakte. Sigurisht. Do të bëj një pyetje sfiduese. Kur mendoni se Shqipëria mund të bëhet me prafërsi vend antar i Bashkimit Evropian? Po të më jepni një përgjigje. Kur do bëhet zgjerimi i radhës në BE, do të thosh edhe kur do jetë Shqipëria. Kur do jetë kapitulli që hapi Shqipëria në dhjetor. 12 vjet qeverisë e zotit Rama nuk ishte bërë një hap paru bën në dhjetor. Dhe hapin 6 kapitull kryesor. Për Serbinë janë hapur para 12 vjetësh dhe për Malin e Zi para shumë vjetësh. Dhe ende vazhdojnë të jenë. Vazhdojnë të jenë aty. Pra, në kjo është situata politike. Imponon në evropianët që duhet të bëjnë një zgjerim, duke mos u përmbajtur kapitullve, po duke marrë një vendim politik, sepse nga zgjerimet 81-shin që u bë zgjerimi, një nga zgjerimet e para, shumë vende me dështurat i Greqia, nuk u bën shërit të gjitha përmbushën të gjitha kriteret e kapitullit për arsye politike. Në qofse do ketë arsye politike gjeostrategjike, Shqipëria do futet 2030. Në qofse këto nuk janë, po të presim se si do reformohet dhe si sa shpejt do vjen reformat në Shqipëri, nuk mund të shesësh si shqiptën evropianët e indianët ku vajtën në Amerikën e Lagët pa shkyrë për të parë vetë, pa shkyra dhe ato hipnin flori. Do të thënë, s'mund të mashtrosh. Mund të mashtrosh Evropën. Në kapitull, do të thënë me QPTI, do të thënë do marrë një ka një shqiptare që është në punën e vetë, thotë nëpërmjet asaj do rregullohet legjislacioni. Po zoti Rama, po të dinë paga politike, do dinte që gjëja që nuk blihet sot në botë është mendja e njeriu. Sokrati thoshte që vetëm gjë që kemi gjithë më të shtrenjtë, atë që nuk mund ta na blej njeriu jashtë na shesh, është kjo që kemi në mendje, mendja jonë, mendja e çdo njeriu. Por nuk ka asnjë makineri, asnjë teknologji mbi njeriu. Okej, futim një pauzë për reklama regjia, të lutem.
Imagjinoni një botë ku secili prej jush ka përkujdesjen mjekësore më të mirë. Jemi me ju që në hapat e parë. Ju qëndrojmë pranë me profesionalizëm dhe përkushtim. Aplikojmë idet dhe teknologjitë më të avancuara për t'ju ofruar një trajtim të saktë dhe të personalizuar, sepse secili prej jush është unik. Ky është premtimi ynë. Të kujdesemi për këtë brez dhe ata që do të vinë. Intermedica. Life needs care. Të dashur miq, kthehemi në këtë pjesë të tretë të emisionit të parë jashtë kornizës dhe kemi kënaqësinë të shkojmë në Bruksel, në Greqi, në gjithë Evropën me eurodeputetin Fredi Beleri. Si e shikoni, ky emision na jep mundësinë që të lirohemi nga kostumet, të lirohemi nga gravata dhe të ruajmë dimensionin njerëzor, padyshim pa ju larguar atyre specifikave, cilësive, kapaciteteve apo pozicioneve që të gjithë ne mbajmë. Sepse në fundit, të gjithë kemi një thirrje, jemi këtu për të jetuar jetën tonë si njerëz dhe për të shërbyer. Fredi Beleri, pas disa peripecive, qytetarët grek këtë radhë vendosën të shërbejnë në Parlamentin Evropian. Sa veta ju ndihmojnë? Keni, se kam dëgjuar që keni një ekip njerëzish që paguhen për t'ju shërbyer si eurodeputet. Sepse kështu ka qenë në Shqipëri për shembull që deputeti ka një sekretarin e vet, ju si e keni? Ne kemi nga institucione ndryshme të mëdha, 14 veta që janë stafi jon, por ka edhe shumë komisione, të cilët kemi asistencën e tyre për ligje, për çështje që për ne janë panjore normalisht. Pra nuk mund ta them me saktësi, 14 janë të stafit ton, por ka edhe me qindra punonjës të Parlamentit Evropian, të cilët janë ekspertë për gjitha fushat që na konsultojnë, sjellin ligjet, na sjellin informacione, kështu që vendimet tona janë sa më të sakta dhe afër. Pra Fredi Beleri, pjesën më të madhe të kohës, me dashje pa dashje, ja kushton Europës. Dhe ne shqiptarët që presim hyrjen në Europë, me atë që dëgjuam, që ishte shumë realiste si përgjigje, morën përshtypjen që do kemi ende kohë. Sepse shumë prej gjërave, jo vetëm që janë detyrim i qeverive shqiptare të gjitha kohërave dhe ato që do të vinë, që fatkeqësisht nuk i kanë bërë si duhet, por janë edhe detyrimi ynë si qytetar, sepse ne si qytetar duhet të sillemi dhe të veprojmë siç vepron dhe sillet një evropian, apo jo. Kështu që mbetet shumë punë për të bërë, duke folur nga gjithsecili prej nesh dhe pastaj duke votuar qeverinë e duhur për të bërë politikat e duhura për të parafruar me Bashkimin Evropian. Në Europë, në horizont e shikojmë Europën, por le të shkojmë në një marrë që nuk ka nevojë për shumë debate, nuk ka nevojë për dokumente identifikimi, ja ku është Himara. Shkojmë në Himar, edhe pse ju sapo thatë që keni disa ditë që jeni në Himar. Si gjetët himariotët këtë radhë? Himariotët janë bërë gati për sezonin e ri turistik, janë njerëz që kozmopolit, që kanë jetuar gjithë jetën e tyre, duke patur sy dhe veshët hapur drejt perëndimit. Vazhdojnë të jenë akoma ashtu, janë optimist. Pra ne të gjithë shikojmë në horizont, shikojmë detin, ndërsa himariotët shikojnë edhe Europën, ha? Sigurisht. Kështu i bie. Po,
nga Imara duket kërësisht për të një pesh lartë në Llogaran që është Imar, shikon edhe Italinë, edhe Greqinë. Mund të rish një Imar shteti shqiptar dhe shkoj edhe 2 shtete të tjera. Imar e kemi këtë problem, pra ka qenë kozmopolit. Edhe keni jetuar këtë gjë. Në të gjitha kohrat, edhe para krimit të shtetit shqiptar, edhe në kohën e perandorive të ndryshme. Sigurisht kishim marrëdhënie, Imara kishte marrëdhënie vetë si krajin me shpërfuqit me Venedikun, me Napoli. Me Napoli. Pra, kjo vazhdon, është në ADN-n e Imariotëve, vazhdon të jetë, besoj se nuk ishte rasti që isha nga njerëzit e parë që sot jam, siç thash, antar Parlamentit Evropian, nga një vend i vogël. Ishim 2 kandidat, po unë falë mbështetjes Partisë Qeverisë së Greqisë. Bëjmonë dhe Rëgjodë. Imariotët janë njerëz me durim edhe me vendosmëri për ato që për të drejtat e tyre. Sa do bariera të vë qeveria, ata ngulin këmbë. Se pronën e tyre duhet ta shdojnë ashtu si gjurën ata, ashtu ndodhë në kapitalizm, ashtu ndodhë në perëndim. Që në fund shteti ka bërë detyrim të ta njohë pronën ta regjistrojë dhe mënyrën e zhvillimit ta zgjidhësh ti. Ta falësh, ti vësh, ta shkatrosh, ta lësh ashtu. Nuk ka kapitalizm, nuk ka zhvillim ekonomik, duke të caktuar shteti që tokën ka një në Imar sot, për të flasim, toka regjistrojë me një kusht. Po edhe dikujt nga investor strategjik për ta zhvilluar. Kështu ndodh kudo, mos u mërzit për këtë punë. Edhe për një leje, një sipërfaqe të vogël të kesh, kudo që ta kesh, veçanërisht në zonën e preferuar që është Begdeti, por edhe në zonat urbane të mëdha ku ka pritshmëri për përfitime, shumë pronarëve ose bëhen në ortank, ose e shesin, ose e japin pronën për ta zhvilluar. Alternative vetëm, dhe kjo është shumë e keq. Me këto kushte si të kthehen për kthimin e bashkëpunëtarëve tanë për të investuar dhe jetuar në Shqipëri. Këto gjëra duhet të zgjidhen, këto na sjellin shumë afër Evropës, edhe si mentalitet, po edhe si besim. Dhe këto gjëra për ne qytetarët duhet të jenë të panegociueshme, të mos ja falë mazin qeveritari. Mënyrën, do me thënë, se qytetarët e marrë është qytetarët e Shqipërisë, se këtë do të kenë kryeministri, nuk mund t'ja falë njeriu, duhet ta vendosin një. Po. Është i bukur apo është i bukur kandidati, flet mirë shqip, apo nuk flet mirë. Nuk mund ta vendosë Zoti Rama, do vendosi qytetarët e qytetit. Dhe nuk duhet t'ja falin privilegjin me ndihmarrjen e tyre. Një student që studion juridik është një nga që është të gjitha kushtetet burojnë nga populli dhe i shërbejnë atij. Dhe të gjitha kushtetutat e botës. Është mësimi i parë. Dhe mësimi në Shqipëri akoma është një mësim që nuk gjysmë të paktën popullsisht nuk e njohin. Duhet dikush tjetër të vendosë për ata. Dhe presin vizeta është çfarë do bëjnë amerikanët, çfarë do bëjnë lasivita, si do vej ky, si do vej ai. Të gjithë kryetarët e shteteve të tjerë janë të detyruar të flasin me kryeministin që do zgjedhin shqiptarët. Pra, përgjegjësia më e madhe është përgjegjësia e qytetarëve shqiptarë. Sepse jemi dhe të pashkët, do të them diçka që zgjedhjet janë si puna e pagëzimit. Çfarë është pagëzimi? Që shpërlan njeriu nga mëkatet. Duke i dhënë besimin një qeveri që për 12 vjet ka bërë këtë që ka bërë, e lan nga mëkatet dhe thua vazhdo se ke në rregull. Atëherë vështirësohet puna e deputetëve, e institucioneve ndërkombëtare për të zgjidhur probleme, sepse del vetvetiu ku del vendimi që sikur janë në rregull, ata atë duan. Sipas ashtu i do mushkadrut thoshin që bante vjetër dhe i bërë. Në një farë mënyre, indirekt ju, edhe pse ne nuk donim që t'ju trazoni me zgjedhjen në Shqipëri, edhe pse ju padyshim për të se jeni shtetat shqiptar keni të drejtën të votoni edhe të mini pjesë, por ju e dha një lloj mesazhi, pra duke theksuar rëndësinë e votës, që është një përgjegjësi personale, individuale e çdo individi. Dakor, e pranojmë këtë gjë, por sot Fredi Beleri nuk është një qytetar i zakonshëm, është eurodeputet. Ka filluar që se do të dërgojnë në një hapër në një marë. Se padyshim eurodeputeti dhe çdo përfaqësues tjetër ka dhe një fuqi tjetër që e pozicioni, fuqia lobuse. Lobon. Pra, është rritur fuqia lobuese e Fredi Beleri si europarlamentar
për çështjet që shqetësojnë himariotët, por dhe i gjithë shqiptarët në këto kohë? Sigurisht. Një nga marrëveshjet që bëri shteti shqiptar, jo me shtetin grek, por 27 shtetet të BE-s është që u bë një kohë fikse kur do mbaroj regjistrimi pronave. Deri 2028 në gjithë Republikën e Shqipërisë duhet të mbaruar regjistrimi fillestar, e 2030 duhet të marrë gjithë certifikatat. Kjo është e fal lobimit edhe këmbguljes sime që të hapeshin nga kapitulli të parë. Shumë njerëz dhe shumë qytetarë që na dëgjojnë duken të largë këto. Se kanë kaluar një kalvar të gjatë vitesh edhe do isha njëri më lufton nëse pra, do vinë. Qytetar, një lajm tjetër, prisin dhe 5 vjetë sepse është detyrim që Shqipëria e ka firmosur me vendet anëtare të Bashkimit Evropian që të përfundoj procesin e dhënies së certifikatave deri në vitin 2030. Me zotin Rama ose pa zotin Rama? Shteti shqiptar. Shteti shqiptar. Shteti shqiptar nuk ka zotin Rama. Shteti Shqipëria ka bërë pas Skënderbeu mund të bëjë dhe pa zotin Rama. Po, e drejtë. Pa jemi në momentet e fundit, ishte kënaqësi që patëm për rreth një orë, zotin Fredi Beleri, europarlamentar, eurodeputet, përfaqësuesi Partisë Demokratike në Greqi, por duam apo s'duam edhe një mbajtës i shtetësisë shqiptare, një qytetar shqiptar i cili është i lidhur me vendin e vet, por me sa duket është lidhur dhe me Shqipërinë, është lidhur me gjuhën shqipe dhe artikulohet si duhet për ato çështje që juve ju shqetësojnë dhe ne u përpoqëm të sillim në këtë studio. Unë do të falenderoj, të uroj gjithë njerëzve që na ndjekin sot, gëzuar Pashkë dhe të kenë besim vetëm te vetë tyre. Mund ta thuash në greqisht Kali Anastasi? Kali Anastasi, harume në Paska και εμπιστοσύνη μόνο σε αυτό σας. Pra, në fund, një përshëndetje nga zoti Beleri edhe për bashkëkombasit e vetë, shtetasit shqiptar me shtetësi dhe me nacionalitet grek që jetojnë në Shqipëri, por dhe kudo që ata janë. Pra, të dashur miq, ishim sot në një emision të ri me titullin Jashtë Kornizës, ku ndryshe nga Crossfire, i cili ju vjen në të njëjtën hapësi në Saranda Voice dhe në NM Televizion live nga ora 7 deri në 9 ditën e diel, do të jemi më lishëm në këtë format i cili është më fleksibël, do të jem unë dhe një i ftuar i radhës të pa kollarisur, të thjesht për të folur për gjëra jashtë kornizës. Ju urojmë gjithë të mirat, gëzuar Pashkët, gëzuar festat, dashuri, unitet kudo që jeni. Natë e mirë.